Ndërkaq, materialet? Materialet tashi, erdhi një apash nga Tirana, me të cijas, kuptohet, me atasheu në shtarak, dhe i kanë marrë aty. I mora? Po, ben proces e balin, të gjitha, i morën material. Ju i dorëzuat dhe kaq, nuk është të shpjeguat? Ne i dorëzuam edhe kaq. Jo, ata, kur erdhën puna që i panë materialet, ata deltat që këshin arë nga kruma, i thamë që në vajtëm për qa thuem, dhe kjo është më rëndësishme se jeta i në piloti, tha. Këtë që kini berju, dhe i ata sheo, pasaj ushtarak që erdi bashkë me ata cijas, na kanë thënë kaq në sytë shtabit tonë, këtë 3-4 veta që ishine. Ligjota, një gjithë duhet dini. Këto aksione i kryem ne, tha, Amerika, tha, dhe forca speciale në botë, tha. Por, tha, me këtë që ju betë, tha, na treguat ne, tha, dhe gjithë forca speciale, tha, në kuptimin e historisë të forca speciale, që aksionet të tilla juve nuk i kryet natën, por i kryet ditën në mes të ditës, që është gjë e rrallë. E dyta, i kryet vetëm pa ne, duke qenë që ne kemi kaq kohë që jemi bashkë. Situata e sotme që ju i kryet bashkë. Prandaj, neve ju kemi shumë, dhe materialet që keni marrë janë tepër të domosdoshme, sepse ky prodhim nuk duhet të binte në dorë të rusëve, që neve tashu. Të rusëve? Po se po e mori Serbi do e merrte Rusi, e kupton tash ti. Këtu ishte tër muhabeti. Edhe pastaj kam dëgjuar nuk e di, një oficer, ai piloti që ka në 360 gradë në atë, kam dëgjuar, ai ka shprehur dhe faktikisht ashtu është që mbasi unë nuk jam i atij zanati, jam të tjerët, është për shembull shtabi i Kosovës e di atë punë, kush ka qenë në shtabin e Kosovës, kush ka qenë Dilajveria, kush ka qenë ose ata Hashim Thaçi e tjerë, ose ata që janë ata e din, por di një gjë, që film mbasi është marrë këto formacione dhe ky informacion nga kjo kuti e zezë quaj si duash apo kamera filmimi, bombardimet e NATO-s kanë qenë tepër të sakta, tepër precize dhe Slobodani është detyruar të jap falimentimin. Ky është avioni që rrëzoi Slobodanin. Ky është avioni që u morën të gjitha informacionet dhe NATO-a i përdori pasaj dhe goditi në objektiva tepër të sakta dhe që detyroi Slobodanin të jap falimentin. Kjo ishte, do me thënë, ky aksion. Tashti, unë edhe njërë them që ta thash edhe në fillim, forcat speciale e kryen një detyrë, po nuk dinë se çfarë kanë kryer. Ato e marrin vesh vonë se çfarë kanë kryer. Dhe unë këtu dua t'ju them atyre djemve që ky kryet një gjë të madhe. Dua t'i them Kosovës që dhe sot e kësaj dite me sa diu, me sa kam informacion, na kanë në listën e të humburve. Vërtet? Po. Megjithatë, dua të them forca... Se kuptova. Si ju kanë listën? A mendojnë që ju jeni vrarë në ato operacion? Ata e dinë si aksion, e dinë si çdo njeri. Po njerëzit që e bën ato operacion mendojnë që nuk janë gjallë. Po, që nuk janë gjallë. Në fakt ju jeni gjallë. Po, në fakt ne jemi gjallë gjithë. Dhe kjo është, jo jemi gjallë të gjithë, po domethënë mua më vjen shumë se një pjesë e këtyre çunave që kanë qenë atje, aq keq më vjen sa nuk e imagjino do të ngritur ata të vjen ato ashtu kanë ikur nga forcat speciale. Nga trajtimi që është bërë këtu, nuk dua të hyj politikës, po më vjen shumë keq dhe jam shumë unë do doja t'i hyja pak sepse djem që e kanë dashur atë dheun kaq shumë, nuk mund t'i marri droga, le të themi. Domethënë, kur kam dëgjuar me Viol Bilon, që shërbente tek personi X apo Y, përse se si delte rroga, juve nuk e imagjinoni dot se sa unë kam ndjer atë dhe kohën e luftës që unë me Viol Bilon kam kaluar këto momente të vështira. E thosha, o popull, o qeveri, thosha me vetë. Ai është në hetim qytet lirë, por unë mbaj mend që në momentin kur ndodhi gjithë flisnin për atë djalë shumë mirë, që tregon që ai ka lënë vend vetes. Po pra, po nuk e dinin çka kishte lënë. Nuk e dinin. Ja këtë ka bërë. Ai është hero normalisht. Po pikërisht, po është hero. Oj, unë po them, Kosova dhe Shqipëria duhet të thot faleminderit tyre djemva, që Shqipëria ka djem të tillë moj. Kam djem që jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për Kosovën lën kokën. A kupton? Po se ne jemi një. Se ne jemi një. Pikërisht. Nuk ka që të ndash oficer shqiptar apo special shqiptar apo më the të thash. Unë të thash për Kosovar, djem që vinin me idenë për të luftuar dhe për të mbrojtur atë dheun dhe familje, ishte të jashtëzakonshme. Këtyre djemve mos u thuat një faleminderit? Po ta marrësh ta futesh në burg? Ja, më vjen. Jam i ndinjur. Jo se ai nuk e fal nga krimi, më kupton? Nuk e fal. Po pse e detyron të shkojë të punojë atje? Shiko, forcat speciale në gjithë botën janë elitë, shtetet i trajtojnë.
Dhe madje ka raste të tjera të forcave speciale, djemë të jashtëzakonshëm të cilët kanë marrë avion, kanë transportuar drogë në Spanjë, etj. Dhe gjitha kjo është e papranueshme për një vend i cili ka prodhuar elit. Dhe njerëz jo vetëm elit në mënyrën e qenies të cilësimit, po dhe në karakter, sepse duhet të jesh elitar të bësh një detyrë të tillë. Duhet të kesh një karakter patriot. Qarë thuaj. Po shiko, prandaj them unë, mua më ra rasti që ta tregoj vetë, ta udhëheq, më ra rasti keq. Në kuptimin e tregimit është rasti keq për mua, nuk duhet ta tregoj unë këtë. Më kupton? Duhet ta tregoj dikush, po s'ka kush e tregon. Sepse po të them, ata çuna sot e marrin vesh që po flas me ty unë këtu, se çfarë kanë bërë. Sot po e marrin vesh. Ata sot po e kuptojnë çfarë kanë bërë. Që ata vranë Slobodanin në një farë mënyre. Po, ata vranë Slobodanin dhe i dhanë lirinë Kosovës në një farë mënyre, sepse NATO-ja ishte shumë rezultative në kohët e fundit të bombardimeve. Kjo nuk është gjë e lehtë. Kjo është kontributi forcave speciale shqiptare i këtyre çunave, që unë edhe njerë nëpërmjet se u bë disa i falenderoj jashtëzakonisht, sepse dhe unë mbase nuk do isha me si ata, po ja që jemi gjallë dhe jemi krenar për këtë që bëm, dhe Kosova e ka lirinë me gjak, jo vetëm nga kosovarët, po dhe nga shqiptarët. Jo vetëm nga amerikanët, duhet themi po nga shqiptarët. Jo vetëm nga amerikanët, po është drejt. Ne ishim bashkë. Edhe diçka, ju ndërkohë në 2001 ikni në Amerikë. Ju ndihmoi ky rast, kërkuat pastaj. Ja, nuk, ikja ime në Amerikë të bëjmë me këto që janë këto lotarie këto. Me të qenë Korçar. E kam dëgjuar shpesh. Po nuk dua ta ashu se janë gjëra që ashtu. Shiko, problemet ka një gjë. Unë edhe kur vjen puna në Amerikë ose kështu kur janë, shiko, kam një punë që punoj me transport. Punoni në Amerikë? Po, shofer nga aeroporti në një hotel të madh. Dhe e promovoj shumë vendin tim, sepse e dua, ta thash që në fillim të themin e atit të mençmit. E dua dhe mundohem që grupet të tjera t'i dërgoj të vinë këtu të shikojnë Shqipërinë. Ju tregoj për historitë e tyre të kohës luftës kur u zgjuaj. Edhe ju them dhe që kam qenë në ushtri. Çfarë tregove për kohën e luftës? Po të avionit që ra me infermierë. E di atë histori? Po si moj se di historinë e vendit tim, mos ta di unë çfarë thuaj ti. Edhe ata satisfaksohen, thonë si ka mundsi. Dhe Amerika ka tjetër kulturë. Dhe po të them, atje kur marrin vesh që unë kam qenë në ushtri, edhe ja u përmend që kam punuar çik me United Nations, domethënë për NATO kështu. Po ata nuk duan, vetëm thonë thank you for your service. Po unë duat ta gjej këtë edhe në vendin tim, që ti thot aty ushtari që kalon aty në autobus apo kudo, ti thot faleminderit o ushtar. Faleminderit që i shërben vendit tim. Faleminderit. Pse duhet jetë kaq ashtu? S'ka që do e mësojmë pak nga pak. Ja, do e fillojmë. Ja, i para ju që keni drejtuar atë grup 6 me 5 djemë të tjerë, ju i thoni sot faleminderit. Dhe bashkët themi sot faleminderit, që e bët atë detyrë për atë dhe unë. Po. Pikërisht për atë duhet t'i falenderoj me shpirt. Ma me gjitha të, e them me shpirt edhe këtë që Shqipëria ka djem. Ka djem vërtet. A i batalion për mua, unë i takova ca çuna, ata kanë ca idera shumë të mira, problemi është i kontingentit. Ekziston batalioni përsëri? Ekziston si repart, ekziston si ka grupe speciale të tëra, po shiko, neve kur krijuam atë batalion, ne mollëm Shqipërinë e tërë ordina, e mollëm. I morëm çunat më të mirë Shqipërisë nga Saranda dhe deri në Tropoj. Vinim çunat më të mirë që kishin shërbyer reparte speciale, që ishin nga më të përgatiturit, më të mirë në kufi, në gardë e tërë, dhe i morëm. Dhe kështu kriju ai batalion special. Se e bën amerikanët? E bëm neve. Se kishin ne për detyrë ta krijonin. Na u dha urdhë nga shtabi përgjithshëm, duhet ta krijonin. Se fillimisht u krijua shtabi, 4 veta ishim në shtab. Ka qenë atëherë ambasadore amerikane në Shqipëri? Atëherë ishte Marizalina? Ai ishte Albrighti, në kohën e luftës ishte Albrighti. Jo, flas për ambasadoren këtu. Marizalina. Që ju kishit. Po, Marizalina. Kontakte. Ajo, bires në një moment, kur kanë shkuar këta komandanti, po lufton NATO, po lufton juve, po ju shikoni ju nuve, kur të mbarojmë neve, kur të dështojmë neve me Slobodan, atëherë futuni ju në luftë. Ajo pa një preokupacion të jashtëzakonshëm të njerëzve, që po shkonin në mbështetje të divizionit Kuksit. Po me, edhe tha mos harroni, lufton NATO, tha. Se mendja shqiptarit, ja bërë nga këto.
Për këto shkon atje, pa pyetur, shkon dhe bën një aksion. Pa marrë do me sukses. Po. Më kupton? Po normalisht ishte i dënueshëm që s'pyet. Jo, i dënueshëm nuk është, se e ka. Se doli djalë. Jo, po e ka dhe janë dhe parimet e iniciativës së luftë. Lufta e ka këto. Lufta e ka. Do njësë është i dënueshëm, e kupton. Është i mirë, po kur del me sukses është akoma më mirë. Kush komunikonte më shumë atëre, Lino apo Majko? Kryeministri. Shiko, në këto probleme politike ne nuk përzieshim shumë. Përzieshit fare. Ishte merrni detyrën dhe se ne kishim sa gjëra, ne merrim detyrën nga shefi i shtapit dhe nga presidenti. Ne nuk përzieshim. Shefi i shtapit dhe presidenti. Nuk merrim në atë tjetër. Ishte Mejdani në atë kohë. Nuk merrim detyra do. Me Mejdani nuk dha ndonjë urdhër, nuk ashtu, po domethënë shefi i shtapit vetëm. Shefi i shtapit. Shefi i shtapit. Ishte ai njeriu që merr. Ai njeriu që merrshin vesh me ato. Me të tjerët nuk. Krenar për atë detyrë, krenar për atë kohë. Po, keni një lloj keqardhje për mungesën e mirënjohjes, thoni ju, për faktin që këto trupa elit pastaj u shkatrua në një farë mënyrë emri elit, jo vetëm në ushtri, u shkatrua në mjeksi, u shkatrua gjithandej, por çdo kohë ka ulje ngritet e veta, ka të përpjeta dhe pjeta, ndodhin të gjitha. Mbaste ka një kohë kur ti fillon si fillim të jesh mirënjohës dhe pastaj fillon edhe ta rikrijosh nga e para. Keni besim ju që në një rast nevojet që ka ky vend do të ketë prap djem edhe vajza, pse jo? Shiko, që do i shërbejnë? Dëshira është e madhe që të ketë. Dëshira është e madhe që të ketë. Por që të ketë dëshirë, duhet të ketë motiv. Të thash që pare që në Amerikë thonë ushtarit thank you për çdo gjë, dhe kur hipën në autobus. Dhe kur hipën, pasagjerët që kanë i thonë thank you for your service. Pa i njëjtë fare kush është. Pse? Sepse ka ushtrit fort, sepse ka armatimet të mëdhaja, sepse ai që i thot, ai populli që i thot thank you, i thot me shpirt thank you, dhe i jep moral, i jep kurajo. Kurse këtu tek neve, duhet motivi. Cili është motivi? Motivi është, do me thënë, që ti, si që bëhet atje, që në shkollë të mesit, që në shkollë fillore, hym një kombëtar, që jepet në çdo klasë, në çdo shkollë, që e mëson fëmija që i vogël hymnin kombëtar dhe dashurin për kombin e për atë dheun, duhet hyj dhe këtu. Pra, motivi është që ti ta edukosh bresin, ta edukosh me ndjenjën e dashurisë, me ndjenjën e sakrificës. Gjëra që në namuajnë, por duhen rregulluar. Dhe ka mundësi të rregullohen. Dhe nëse i bën këto që ti të krijosh motiv, armatimi, rroga, ana ekonomike, të kuptohemi. Edhe ajo ndikon. Nuk po them që të paguaj. Se unë bëj debat edhe me shokët e mi, në asnjë vend të botës nuk pagohet oficeri me paga të mëdha. Ja, nuk pagohet. Unë kam qenë për biseda me të huaj, në për konferenca, në për të tëra. Po, marrin. E di çka kanë ata? Ata kanë benefice të mira. Po rroga nuk i kanë ndonjë kush e di. Beneficet po. Cilat janë beneficet? Beneficet janë ka. Nëse unë jam ushtar, në atë, gruaja ime ose për fëmijët, gruan, fëmijët, dhe unë i kam të inshuruar me inshurancë. Shëndeti, nuk paguan gjë. Tjetër, shtëpi, e kam pa lek. Drita, ujë, tera këto. Kuptoj. Po këto janë shumë të rëndësishme. Gjëra domethënë, po është jeta. Për këtë duhet rroga. Kjo është jeta. Këto quhen benefice, e kupton? Po si rroga nuk ka ndonjë ndryshim në raport me shtetin ku jetojnë atje, kupton? Edhe këtu, pa duhet i krijojë shteti këto gjëra. Unë kam besim, dëshira është e madhe ashtu, dhe qeveritarët kanë mundësi ta bëjnë këtë. Kanë mundësi, se Shqipëria vërtet është e vogël, po është një thesari pa çmuar që ka aq burime nën toksore dhe mbi toksore, sa neve duhet të kemi njerëz të mendshëm, dhe unë dëgjoj tek ty më nxjerrca specialistë jo se nuk kam nostalgji në kuptimin e asaj, po për punën që kanë bërë në atë kohë, po duhet të dalin dhe duhet të dëgjoj shteti, dhe duhet ju marrë mendim shteti. Jo se janë të pazot të atërin në asnjë mënyrë, absolutisht, po duhet një koordinim që të atë eksperiencën e vjetër mos e haro. Se akoma po punojmë me hidrocentralet e vjetra, me atyre njerëzve, me atyre mendje ndriturve të asaj. E po kam, ku di unë nuk e di rutina, më dalin sa llogari, unë bëj llogarinë nga 44 në 90 dhe nga 90 deri këtej. Bëj llogari si për ekonomi, si për industri, si për shëndetësi, si për ushtri, si për gjitha gjërat. Më stonojnë shumë. Dëgjoj sa njerëz të nohu, ndajnë të oficirat 40 vjet, po pse nuk kush e ka sulmuar Amerikën? Më thojti mua. Pse se sulmojnë? Pse shteti i fuqishëm. Në atë kohë ne ishim më të fuqishëm në Ballkan. Kush na sulmonte ne? Kush e merrte guximin të sulmonte Shqipërinë në atë kohë? Flas para 90-s. Kush? Greku, serbi, asnjë se e dini se kush ishte ushqia shqiptare.
E dini që këtu për 8 orë mobilizohen 700.000 njerëz. Pra, ndryshojnë gjërat. Kurse sot, kështu flas për arsimin, kështu flas për shëndetësinë, më stonojnë gjërat. Dhe prap një mend që më thot, madhështia e pushtetarit matet se sa bën ai për shtetin e vet. Madhështia e pushtetarit matet se sa bën ai për shtetin e vet. Tash unë i gjykoj të tëra këto gjëra. Nuk më dalin llogarit mirë. Nuk bëhet fjalë për nostalgji, nuk bëhet fjalë për realitet. Më thuaj ti mua, unë marr ushtrim. Krahasoj unë ato ushtrim me këtë? Por s'bëhet. Absolutisht 1500 tanke, 1300 tanke. Vetëm një gjë më bëri përshtypje në tregimin tuaj në vitet, se për shembull ju flisni për 99, ndërkohë ushtria ishte bërë çorap 97. Armatimet të gjitha ishin vjedhur. Depot ishin hapur. Si ka mundësi në kaq pak kohë ju arritët të bëni diçka kaq elitare dhe të përfshiheshit në një luftë? Do thënë, shiko, ka një gjë. E kam fjalën të mos kemi frikë nga ciklet. Ndodhi një shkatrim, po e morën vetë. Pikërisht. Kjo në radhë të parë është merite e NATO-s që vendosi të krijojë këtu. Është NATO. Në radhë të parë është NATO. Se nuk ishte dëshirë e këtyre e jona, domethënë, sepse dhe mundësisht ishin. Po ishte ajo që tha do krijohet. Duhet kjo gjë. Ky repart. Sepse dhe ata mbase e menduan që do bënin një koordinim të tillë, e kupton ti? Po megjithatë ishte NATO. Së dyti ishte situata. Ishte situata që duhesh e bërë diçka. Çdo ushtri ka Rudina, ka ushtri që lufton në front, në kufi, me aviacione, po ka dhe forca speciale. Sepse të thash, ti mund të bombardosh një vend me 2 aviona apo me 3 avion, po atë dem që i shkakton ato 3 forca delta, forca speciale, që futen atje, nuk e shkakton kur asnjë bombardim dhe asnjë gjë tjetër. Forcat speciale kanë efekti, i thoshim neve në kishim një shprehje, zbulus ose forcë speciale, plus gjenjo është arma me largëhedhjen më të madhe. Nuk arrin as artilleria, as njëri dhe zbulus plus gjenjo. Pse zbulusi depërton, ikën pravi tani, merr dhe eksplozivin, edhe vetë i dhe zjarin atje, një qatë themon ty, një kryeministria, apo një ministria, apo bën një terror të jashtëzakonshëm në një popullsia, në një garnizon vret efektiv. Domethënë, janë gjëra po.